Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Coloreto, si episodi I fundit I këtij sezoni dhe si le të themi çeltina drejt stinës së pushimeve, unë sot kam ardhur pas studime. Pa merak. Se ka laptopi im studime sa të duash. Hajde një herë të dëgjoj. Do ta filloj me një bomb. Sekreti I një jete të shëndetshme seksuale. Ua. Që gjithë verën daullja bam. Ha. Rrini larg njëri tjetrit. Po këtë e dinim. Do me thënë, në shtete të ndryshme, është okej? Sa më larg Blerina. Por minimumi në krevate të ndara, minimumi. Okej, mirë. Minimumi me 2 plëm distancë. Mirë, në rregull. Pastaj po vure një 2 oqeane distancë. E di si bëhet atë, e di si vlon Blerina, di si vlon. Sekreti tjetër që do t'ju japim. Ty. Po. Sekreti të dalit bukur në foto. Se na duhen për verën, jo për gjë. Është ky studimi vërtet, ëh? Po pra. Nuk janë filtrat. Ja. Është personi që ke ngjitur. E kam seriozisht e thon studimi, po. Pra ja, biles të ta përmbledh një çik. Ideja është që njerëzit duken më mirë. Pra foto duket më bukur nëse ke zgjedhur një shok apo shoqe të shëmtuar. Çfarë strategji e dëgjoj? Pra është problem kush e bën foton në këtë rast. Në këtë rast do kuptosh. Po ti mos lë shoqen e shëmtuar të bëj foton. Shoqja e shëmtuar mos e ndaj nga krau. Nga fotoja, domethënë. Për dikë tjetër, kamarierin. Nëse është kamarieri I bukur, nëse është kamarieri shëmtuar, thjerr edhe kamarieri në foto. Jo, e di çfarë halli kam unë, që unë për shembull shoh kamarierin që në gjykimin tim nuk është aq I pashëm dhe marr të bëj një foto dhe kamarieri me të më parë mua thot, "Goce, po sikur ta bëj unë këtë foton." Po e di që nuk del vetë në foto apo? Ai do ta bëj për veten e vet, ta hedhi në Instagramin e vet që të dali më I bukur. Edhe thon pastaj pse nuk ka kamarier mjaftueshëm për në jug. Pse nuk gjejmë dot kamarier? Sepse nuk janë gjithë kaq të sofistikuar. Blerina, po. Një tjetër studim. Po. Të nëse lexon zorbër. Po. Ose çfarëdo libri tjetër, është mënyra më mirë për të luftuar vetmin. Po. Sidomos kur edhe fëmijët ta lënë sin. Këtë e kisha mbritur deri diku. Është shumë më tepër funksionale se tentativa për të futur në për aplikacione apo online për të kërkuar mirësira, për të futur në këto sepse faktet kanë treguar që sa më shumë ti përpiqesh të futesh në këto dhomat e bisedave me njerëz spanjor në për gjithë aplikacionet, TikTokrat e të tjera, në fakt e thellojnë atë dramën tënde. Nuk është se ti realisht e zgjidh. Kështu që me një zorb në dorë, I vetmi mjet efikas për ta luftuar vetmin është pikërisht leximi. Ky më pëlqeu. Dhe kamarieri, kur kamarieri vendos të vi me ty mbas orarit të punës. Por më mirë para. Opsionale kjo puna. Pa u lodhur. Sidomos me njerëz që sa të vinë gjenat kamarierin tënd, do na thuash kurri këtu ku punon ky kamarieri që thotë. Jo, ore dashkë ti. Do të bësh foto? A do ta dish pse derdhi mlot gëzimi? Oh, jo. Ma thuaj një. Mos do qash. Pse derdhi mlot gëzimi, Kolo? Sepse truri jon është shumë I komplikuar. Dhe është një nga format se si truri jon përballon emocione intensive. Është me të qame. Është duke u zbrazur. E kuptoj. Pra nëse qeshura shumë intensive, në mënyrë që të mos të plasi koka. Daullja. Mos e the shumë bukur. Mos të çahet daullja. Truri vendos të çlirohet. E qartë. Dhe ca njerëz, nuk e di e ka vërej që nga qeshurat e mëdha nuk lëshojnë vetëm lopë. Jo. Lëshojnë dhe gazra. Është vërtet. Të lutem, nëse vërtet do të qeshësh kaq shumë, a mund të shkosh të largosh të qeshësh në dhomëzën e DJ-t. Të lutem shumë Blerina. Kedos, a mund të vite ty? Pra është një përgjigje e trurit, por është pak komplekse ndoshta, por është pikërisht vjen nga mingarkesa, pra kur e qesh ora shumë. Mirë, ka për të më bëj pak për të qartë tani. Patjetër. Do të flas për sfilitjen. Blerina, po ti të lutem shumë, po ti dashke ta dëmtosh.
Pra ti dashke të bësh një skandal këtu në radio, me sa kuptova, me këto qeshurat e tua. Se gjithë arrasin punës sfilitjen. Por Jo. Ka emër? Ne Ka kujtojmë emër? sepse është ku diun e. Kuj duhet ja ngecim? Por e vërteta është nuk ka të bëjë me punën. Ka të bëjë me budalliqet e vogla të përditshme. Pa. Pra, djegja e trurit ton, plasja daullës, burnout që i thonë, që i thonë, si më thënë, në anglisht. Shoferi autobusit. Nuk është në një përqindje të vogël vjen nga puna, por vjen nga gjithë gjërat e tjera jashtë punës. Pa. Okej, sigurisht që puna i bie dabadup daullës aty brenda teje. Po, ndoshta kolegët, Por këto lotët e gëzimit që vi nga kolegët, nga ezaurimi ekstrem, nuk na vikan, si më thënë, mirë. nga puna. Unë them që besoj e plotësuam kuotën e studimeve shkencore dhe Kam për dhe këtë ndonjë gjë të sezon. vogël, por le të lëm edhe ca sekrete pa thënë për publikun. Le mos u plas daullja nga gjithë këto studime. Le të ikim me një këngë.